Një mirënjohje të pakufishme, të pafundme për ju, mbështetjen e jashtëzakonshme që keni dëshmuar këto 32 vite për Partinë Demokratike, për Sali Berishën, për Azem Hajdarin, për kauzën e drejtë. I dashur zoti Flamur Hoxha, drejtues politik i qarkut të Kukësit për Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore. I dashur zoti Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane Aleat, i çmuar kryesor i Partisë Demokratike që nga themelimi gjerë sot. I dashur fil, me mirënjohje të madhe, ju falenderoj për praninë tuaj sot këtu. Të dashur kandidat për deputet në Kuvendin e Shqipërisë për qarkun e Kukësit, nderimin tim më të madh për ju, vlerësimin më të lartë. Jeni krenaria e qarkut Kukësit, e tropojës hasit Kukësit dhe mbarë Shqipërisë. Miqtë e mi, unë vi sot në tropojnë madhështore nga natyra, madhështore nga historia, madhështore nga shpirti dhe zemra e banorëve të tij. Edhe një herë dhe 1000 herë do të theksoj se nuk do zgjidhja kur një vend, po të zgjidhej vendlindja, nuk do zgjidhja kur një vend tjetër përveç Tropojës.